keni pasur ato momentet e bukura bashkë? Nuk ka shans. Se kemi pa kur e kemi mbulu natën, e ka një kujdesshëm ndaj tij, po ndodh gjithmonë ndaj konflikt i vogël ose diçka. Ka shans, edhe konflikt më i madh. Gjithmonë mundet me ndodh. Edhe konflikt më i madh mundet me ndodh, edhe sa herë Gjesti ka prek moral Valbonën ose një nga femrat e shtëpisë, unë gjithë jam ngrejt, po nuk ka lidhje me Kosovën, se unë fjalën Kosovë nuk e kam përmend ndonjëherë për në debate në konflikte, asnjëherë kur. Për mua këta më thoshin është mysafir, unë thosha nuk kam mysafir se Gjesti janë shtëpitë vet. Po, edhe gjithashtu krejt jeni aty për çmimin e madh, kështu që ajo është lojë edhe absolutisht, se ma bëshin kë 24 vjeç, 24 vjeç, ai merr 100.000 euro tamam sikur e marr unë. Po, 100.000 euro njësoj atit, njësoj mua, se me pa unë 24 vjeç. Po mu diçka më ka bërë përshtypje, Gjesti ka shpirt. Ka shpirt, edhe pse ban gjeste, a njeri që ka zemër, po për arsye njerëzve që kanë jetë me to, Gjesti e gënjen menjen që njerëzit nuk kanë ndjenja. Se për i thoi kjo Rozana për mu gjibani a dashuru me dikën, se s'po du me përmene emra aty ke Bigu, e kjo thoi ke jo mërse e ka për loj. Nuk janë tona loj. Ma të shumëtat nuk janë loj ke Bigu, është jeta për vërtetje. Po gjithashtu, më ka bërë shumë përshtypje gjithashtu babi Gjestit, që hallalja boftë zoti, kur u pyet nga fan klubi, kur erdi mi bë surprizën Gjestit, sa që jo s'kena diçka me Gjibanin, e mu bë qefi, jo... Po, përderisa familja tina nuk ka punë tute, më falë që ndërpret, nuk ka punë tute, nuk ka punë frike, po mu bë qefi që një burri tillë, sa i duke ishte domethënë burr zotni, kur ai ka mujt me pa për te konflikteve që e kam pasur me Gjestin, ka mujt me pa se tha, po tha ne kena pa edhe çuçja ka puth kokën. Normal që kam puth kokën se e kam gjan. Kur më ngacmon, e ne me vllajin tim kapem kur më ngacmon. Domethënë me Gjestin nuk e kam pa ndonjëherë si armik. Qyse ka Gjesti aty e kam pas si banor, si tanë tjerë, se shumica thoshin, a këta kanë për ta majt një javë, ka për t'hik. Jo, mund ta majt një javë, mund ta majt një ditë, mund ta majt një muaj, mund të fitoj Bigun, për mua një sërë, e kam pas si vllot vogël. E rithëm dhe i herë, që edhe me shokët e mi momentin që kam një keq kuptim, unë mund të konfliktohem. Po s'do me thënë kjo se... Na ndodhin gjithë vetë. Po, s'do me thënë se kam personale me Krahinën, a me Robin. Unë e kam me sjelljen, ma bani sjellje të keqe, atësarohem. A është ma e zgjuar me ba sjelljen e Gjestit që unohet me qitë prej vete për me marrë çmimin? Bravo i qoftë. A e bovë zotja, e ka lojën e vetë, unë kam mënyrën time si sjellem. Stashna edhe femra jena për momentin që na preket huna ose na ngacmon dikush edhe na mujna me dal pak na shtjash të vetët. Unë doja me ditë shumë çfarë do bate produksioni, sikur unë t'ja kisha prek hunën se Gjesti para se me më prek mua ai, ja 3-4 orë para se aty kam net 11 orë 5 minuta, ke sfida e Stormit. Gjesti kam thoj ke apo guxon ma prek hunën, ky vet u kap me mua. Vet u kap me mua, gjushin topa bashkë me Eglin, bashkë topa me rrobat. Edhe po ne gjujkan kikirika gjana me të shtinë sy, a kupton. Shumë pa, e dosha me ditë, se thë ka guxon ma prek hunën, sigurisht t'ja kisha prek hunën çfarë të kishte bërë produksioni. Sepse ne e kemi, domethënë nuk e di si janë këtu në Kosovë, por në Shqipëri ta prek hunën kur zihesh, as i më të shoh nanën. Tash ky më thënë mua, a guxon ma prek hunën. Gjesti u trem se ky po i sfidoi ke vajzat. Unë dola nga dhoma rrëfimit, vajta ke dhoma gjumit, një gjoj Danjen e në Valbonën të bërtit të uzan me Gjestin. Shkoj me po që atu banë shikoj Gjestin banjo. Gjesti ka tash me bo punë e banjës qysha fut në fillim. E për ne jam gjujtër në parë. E që shikoj në banjo, futëm... Po çka ndodhi Gjibo, se jo faktikisht jeni fut të dët në banjo. Pse nuk ndodhi nominimi kokë në kokë? Tash janë dy mundësi, ose ka vendos vllai, se ne nuk e pritëm Primin sepse u bën çau bën. Ndodhi çka ndodhi fiks faleminderit. Po mikrofonat kanë qenë hapun, prandaj ndoshta s'ka zar fizik direkt, se mikrofonat tonë kanë qenë hapun. Unë s'kam pas mikrofon, por Gjesti ka pas mikrofon. Pra nuk ka se kena diskutuar diçka, si me thon, diçka me bëni plana, me bëni strategji. Pastaj ne kur kena dal të përqafuar me njëri tjetrin. Sepse ne e bëm një gjë pavarësisht se ishim kundërshtar, ne e bëm një gjë që as kërkush s'guxonte me bën aty. Po. Domethënë Gjesti i sfidoi vajzat në mënyrë pa drejtë mendoj unë, se s'kishte pse sfidonte vajzat, se shqiptari nuk e ka zakon mi thënë një femre që hajde a guxon diku ku nuk monitorohet, a guxon hajde fut në banjo. Nuk e ka zakon, nuk kanë traditën tonë. Tani prandaj besoj se nuk doli direkt zar fizi, me ardh direkt zar fizi. Ama nga aty tutje Gjesti u kundërvu shumë